Dy përmbytje masive në muajin dhjetor të vitit kaluar dhe në janar të këtij viti bën që më tepër se 400 hektar tokë bujqësore në fushën e Maliqit të ishin nën ujë, duke shkaktuar dëme të mëdha tek fermerët. Në atë kohë ishte ministri bujqësisë ai i cili premtoi dëmshpërblim për fermerët, por kjo gjë ende nuk ka ndodhur. Geni Fraholli, një nga fermerët e fshatit Sheqeras, tregon se gjithë prodhimi i mbjell u dëmtua, ndërsa dëmshpërblimet e premtuara ende nuk janë marrë. Vetëm mua personalisht më do 18 hektar. Vetë në 7-8 milionë. Na erdhi edhe ministri, na foli, po nuk na dha. Asnjë lloj. I bëm dokumentat të gjitha, po nuk na dha. Një gjë të tillë e pranon edhe drejtori bujqësisë në Bashkinë e Maliqit, Aurel Zenullari, kur thotë se fermerët kanë të drejtë për kërkesën e dëmshpërblimeve të cilat ende nuk janë marrë. Kemi disa kategori dëmesh të shkaktuara nga këto përmbytje, është gruri i përmbytur, që është dëm i parikthyer, është misri i cili ishte i pakorur në momentin e përmbytjeve, dhe kategoria e tretë është parcelat të cilat nuk e kanë mundësinë për të mbjellë këtë vit pasi është prezent ende uji në këto parcela. Janë bërë proces verbale për çdo familje, për çdo fermer të prekur, asnjë nuk është përjashtuar nga ky regjistrim, që është bërë sipas rregullave, janë përcjellë të gjitha dokumentat, shkresat në institucionet përkatëse dhe jemi në pritje të një përgjigje e cila ende nuk ka erdhur për fermerët. Në këtë situatë, Bashkia e Maliqit ka hequr nga detyrimi taksave vendore fermerët që tokën e kanë ende nën ujë.